Policia rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në gjitha akset rrugore të qarkut me përdorimin e dronëve, radarëve dhe automjeteve inteligjente, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe menaxhimin e trafikut gjatë sezonit veror. Kontrollet janë përqendruar veçanërisht te drejtuesit e mjeteve që drejtohen në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur, ata që qarkullojnë pa leje drejtimi, kryejnë parakalime të gabuara apo përdorin mjete me xhama të riveshur. Sipas policisë rrugore, gjatë periudhës 30 korrik 6 gusht, në kuadër të monitorimeve është arrestuar një drejtues mjeti dhe është proceduar penalisht një tjetër për veprat penale, drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu është pezulluar një leje drejtimi. Në të njëjtën periudhë janë vendosur 1223 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore bën me dije se kontrollet do vijojnë në akset urbane, interurbane dhe rurale të qarkut të Shkodrës, duke përdorur mjetet bashkëkohore të monitorimit me synim rritjen e sigurisë në rrugë dhe parandalimin e ngjarjeve me pasoja. Në apelimin drejtuar drejtuesve të mjeteve, policia kërkon respektimin me rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrugor, veçanërisht mangjen e shpejtësisë së lartë, drejtimin në efektin e alkoolit dhe përdorimin të celularit gjatë drejtimit. Qytetarët ftohen të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor në numrin pa pagesë 112.